Shikues të nderuar, mirëmbrëma. Po fillojmë emisionin Fjala dhe Faktet në kuadër të Hisari Online. Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me emisionin Fjala dhe Faktet të Hisarit Online. Emision ky që kohëve të fundit ka filluar të zgjojë një interesim të opinioni për faktin se në vazhdimsi kemi personalitete të rëndësishme të rajonit tonë dhe më gjerë. Për sonte kam të ftuar Sali Aslanaj, ish kryetarin e komunës së Suarekës për disa mandate dhe një herë pjesëtar i luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, përkatësisht veteran i saj. Zoti Aslanaj, mirë se erdhët në emisionin tonë. Mirë se u gjeta dhe shfrytëzoj rastin të këtij projektit juaj të ri, që dëshiroj sukses dhe i thash edhe pronorëve në atë mënyrë që të jetë sa më jetë gjatë, të jetë sa më i suksesshëm, sepse e keni gjetë më duket një hapësirë që ka pas nevojë për kësi emisioni dhe për kësi projekte. Faleminderit shumë, faleminderit shumë. Zoti Aslanaj, kam dëshirë fillimisht të ndalemi në periudhat pak më të hershme, e mbaj mend fare mirë, kemi qenë bashkë kur ju keni vendosur të bashkangjiti ushtrisë shqiptare të Kosovës. A mund ta përshkruani në atë moment pak për opinionin tonë dhe shikuesit tanë? Po, edhe ne kemi qenë kolegë në shkollën mesme të mjekësisë kur kemi punuar së bashku, përfundoi gati në përfundim është e viti dhe u shfaq u ka veç pa dalë më herët, u angazhu në QK dhe u bani një takim ndarës me neve të kryesisë së LDK-s dhe tregoj që nuk do të kthehet më sepse do të jetë i rrezikuar nga arrestimi. Pas disa dite, një bashkangjita dhonë në shtanë shkova, u takova me komandantin artëshëm, zotin Blem Kuqi, edhe mendimin e atyne strukturës komanduese gjetën një hapësirë se me tjerë të vendosur me një objekt për kushtet artëshme ka qenë jashtëzakonisht e mirë sepse s'kemi pas spital kushtimisht me standarde të larta. Thash, mirë me qetë edhe kemi pas vullnetin që t'ju shërbejmë atyne ushtarëve të cilët kishin vendosur të luftojnë për Kosovën. Ju si udhëheqës i spitalit ushtarak, me qenë me profesionin një doktor, ju keni qenë udhëheqës i spitalit ushtarak në Semetisht. Keni pas edhe momente sfiduese të vështira. A mund t'i bëjsh publike disa prej atyre momenteve? Gjithçka në fillim ka qenë sfiduese. Sfiduese sepse thash nuk kemi pas kushte edhe ka qenë një ndërmarrje shumë e gënjeshme, shumë e rrezikshme, ka shi një ushtrisë të fortë të armikut që kishim Serbinë, po ishte vullneti i madh. Më kujtohet e faza fillestare kur me mira 3 vishin ashtan dhe kërkëshin armatim dhe të kyçnin në ato që kësë, nga të që s'kish për të gjitha ata. Pastaj një numër i madh i tyre morën rrugën për Shqipëri të armatosur. Kurse unë u ballafaqova me organizimin e spitalit ushtarak në Semetisht, duke me ndihmuar të tjerët edhe duke angazhuar stafin i cili do të mirët me trajtimin e pacientëve. Këtë aspekt unë mendoj që ka qenë një vullnet i madh. Jo vetëm atëherë, por edhe para se me dalë në luftë, unë si kryetari i Komisionit për Shëndetësi të LDK-s i kam ftuar gjithë mjekët e Thërandës në mënyrë që të organizohemi për fazën që po vjen, për fazën e luftës. Edhe kërkova që të formohet një shoqatë e cila do të përfshinte të gjithë kategoritë. Pa marrë parasysh do të jetë në LDK dikush apo do të jetë ti përfaqësoj të gjithë, një shoqatë e mjekëve. Dhe pa një pa dy të gjithë mjekët e atëhershëm të komunës së Thërandës thanë që jo, shumë të mirë jeni ju komisioni i LDK-s për shëndetësi, ju përpara në mbrapa juve jemi. Edhe për garantoj që të gjithë kanë qëndruar aty në fjalëve dhe secili mjek ka qenë i gatshëm të kontribuojë me aftësitë e veta, me ekspertizën e vet në shëndetësinë e komunës sonë. Tash unë jam marrë me organizimin e shëndetësisë edhe spitalit ushtarak në Semetisht një kohë, pastaj kemi ndryshuar vende sipas zhvillimeve të ngjarjeve luftarake. Ju përmend pak që kemi dhënë mësim edhe në shkollën e mjekësisë. Në sa di unë për të plotësuar dhe kuadrin e nevojshëm, madje disa prej nxënësve i keni angazhuar pikërisht në aktivitete të tilla medicinale në funksion të qytetarëve, po edhe të ushtarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Si ndodhi kjo? Po na patëm fatin që të vendosim në Semetisht. Edhe Semetishti është një fshat i cili për fat mirë kishte pas shumë të regjistruar ata që kanë kryer shkollën mesme mjekësisë, edhe në këtë aspekt për një kohë të shkurtër banë një ekip mjaft gjanë. Tash kemi pas diku afër 20 infermierë, ku barën kryesore gjithmonë kanë pas 2 infermierë më të vjetër që
që në angazhu vullnetarët që ka qenë Reshat Kabashi e Daud Betyqi, kurse edhe informierët e ri të se disa sa kishin kry shkollën e mesme të mjekësisë, disa ishin ende në shkollim të nxënësit tonë të sot kemi qenë duke i përgatitur për atë profesion dhe u bën një ekip solid, themi, për kushtet e luftës, natyrisht jo për kushtet paqes. Mirë, zoti Aslanaj, kjo ishte një evokim paka shumë për të hyrë në temë, për faktin se fati deshi që Kosova të shlirohet nga thundra serbe, dhe me pas ju u aktivizuat edhe politikisht me lidhjen demokratike të Kosovës. Keni qenë një prej bashkëpunëtorëve të kryetarit parë të ndjerit Uk Betyqi. A mund ta përshkruani ndonjë evokim ose ndonjë kujtim të punës suaj bashkë me kryetarin e ndjer Uk Betyqi? Po unë isha, thash, antar i kryesisë ndjekës LDK-s në Tiranë, ngjihesha me Ukën, kisha raporte të afërta, po gjithmonë në çdo ne e them gjithmonë që nuk e kam pas shok. Unë kam pas respekt të madh për ta. Uka ka qenë i veçantë, ka qenë një njeri të përcën, sa kam njoftur më afër, më shumë e kam respektuar, sepse ka qenë vërtet i tillë. Këtë aspekt edhe para luftës, po edhe gjatë luftës kemi pas kontakte të shpeshta. Kemi pas kontakte atëherë kur ishte në krizë Brigada 123, filloi një shpartallimi sa me Ukën kemi qenë pra krye, si thonë, fshatin Kostar, fshatin e Juj. Edhe gjithë natën do mendu si të vazhdojmë, si mos të ndalemi në këtë aspekt. Po Uka thosh ka qenë i madh, ka qenë i godzemshëm, edhe ka qenë i dashur, po edhe i vendosur te pika fundit. Ishte një moment i ranë për komunën e Suarekës vrasja Uk Betyqit dhe për lidhjen demokratike, me qenë se ishte partia kryesore në komunën tonë ma fuqishmja, do thosha, madje jo rrallë dhe e kanë quajtur Suarekën si bastioni LDK-s. Por vrasja e Uk Betyqit ndikoi në një handicap për lidhjen demokratike dhe për institucionet përgjithësi. Ju e morët timonin e lidhjes demokratike me njëherë pas vrasjes tij. Cilat kanë ato sfidat e para me të cilat u ballafaqove? Të gjitha ata që më mend e dinë se sa dramatike ka qenë ajo gjendje, ka qenë shumë dramatike, sidomos për LDK-n ka qenë shumë e dhimbshme, për respektin që ka pas tepër të madh për Ukën, edhe ka qenë kushtimisht me thonë sikur në prag të një shkëndije për më udhëz një konflikt më i gjerë, ndoshta politik në Tiranë. Natyrisht ky konflikt do t'i konvenonte askujt dhe në këtë aspekt unë si detyrë të parë kam pasur që t'i uli gjaka të qetësoj situatën sepse nuk na çon askund ndonjë rrugë pa krye. Dhe në këtë aspekt mendoj që kam arritur që t'i qetësoj edhe të kemi bashkëpunim të mirë me gjitha partitë politike në mënyrë që thash test Suareka qetë prioriteti ynë. Thash me marrë në qasë situatën nuk është shumë falemnderuese, por një mundu që me kapacitetet e mia të jap maksimumin që situata të stabilizohet edhe perspektiva e Tiranës apo Suarekës që jetë gjithmonë prioriteti ynë. Ju pastaj morët edhe detyrën e kryetarit komunës së Suarekës. Me çka mund të krenoheni ju gjatë disa mandateve që keni qenë kryetar, cili ka qenë ai fokusi kryesor i punëve t'juaja si udhëheqës përkatësisht menaxher i komunës së Suarekës? Situata pas luftës ishte e rëndë. Atë pjesën më emergjente nashta filluan dhe kodë me sukses e përfunduan administrata ku ishte Uka kryetar, po ende ishte emergjente. Në vitin 2002 kur erdhën në kryetar, ende ishte gjendja e rëndë në komunën tonë. Dhe sikur e kishim thënë zjarr fikse, si fiknim gjitha ato probleme që kemi pas në komunë. Po megjithatë kemi pas edhe ide dhe kemi kthyer perspektivën në ardhshme. Unë kujtohet që njerë kur shkonin bisedonin me Ministrin e Financave të atëhershëm zotin Ali Sadria për një kanalizim të fshatit Dëbërdelan, unë në ndërkohë rrugës po mendoj, po në ministri do duhet me kërku diçka më tepër, mos kërkojmë për një kanalizim themi. Dhe në atë aspekt unë me njerën e ndërrova prioritetin edhe isha shumë i thtar i sportit dhe kërkoj ministrit na përkrah për ndërtimin e palesës sportive. Besoni që pa një pa dy ministri i atëhershëm një burr shumë i fortë, ta po do t'i përkrahojmë edhe sot palestra ku kemi ndërtuar në vitin 2004-2005, besoj që ka qenë nështë palestra e parë e komunave që është ndërtuar në Kosovë. Dhe ajo ka shërby që sot shumë sportet në ato të zhvillohen, keni një perspektivë më të madhe. Pastaj kam vazhduar edhe me stadiumin e Ballkanit, ku me ministrin
Ne atëhershëm do të kujtej për shkak kemi nxjerr fondën me të cilat kemi ndërtu, duke edhe përmbush një nevojë të madhe të infrastrukturës rrugore. Të gjithë kemi qenë të uritur që të kemi rrugë të mira, edhe ne kemi bërë punën më të madhe, ne si administratë kemi bërë që rrugët kryesore ti asfaltojmë, edhe ato shpesh duke u varur edhe nga donacionet, nga ndihmat që na jepin ndërkombëtarët. Nuk kujtohet si sot që për rrugën për Vraniç dhe rrugën për Budakov na ka ndihmuar qeveria austriake me një projekt rreth grumbullimit të qumshtit për një qumshtore që hapën në Tiranë. Tash kemi shfrytzuar çdo hapësirë që ta ndërtojmë Tiranën dhe besoj që ja kemi arrit mjaft mirë. Ju patët disa mandate në udhëheqjet komunës. Në këtë periudhë ju gjeti edhe një ngjarje e rëndësishme për popullin e Kosovës, shpallja e pavarësisë së Kosovës. Më kujtohet fare mirë ai fjalimi juaj kur ishe para 20.000 njerëzve aty. A mund ta përshkruani pak këtë moment, si e keni ndjej ju si kryetar komune? Normalisht pyetja ndoshta është sugjestive, por ja vlen që të rikujtojmë pak, meqense ka kohë që ju jeni larguar nga aktiviteti i drejt për drejt politik. Po shpallja e pavarësisë ishte një ngjarje e shumë pritur, shumë gjeneratave para neve, të kanë punë përpjekje të vazhdueshme që të arrijmë atë ditë dhe ne kemi pas edhe fatin edhe përgjegjësinë që të gjendemi në atë pozita ku vërtet ta ndijmë aromën e pavarësisë, ta ndijmë atë gëzim të madh kur shpall pavarësia. Hiç temperatura së ulët, e cila ishte mjaft ftoftë, gjitha zhvillimet kanë qenë shumë pozitive, edhe ka pas disa enigma të vogla, nga njëherë nuk e dishim kur do ndodh, çfarë flamuj do të kemë. Këto ishin, edhe unë sekretar më desha me nxjerr informata nga dikush që kishte informata rreth asaj punës. Thash ishte një gëzim i gjithanshëm, i gjithë qytetarët të Tiranës dhe Kosovës, edhe vërtet jam i lumtur që në atë kohë kam qenë kryetari i Tiranës dhe kam ndarë gëzimin me gjithë qytetarët e Tiranës. Zotja Slana, në politikë të merresh normalisht ka edhe kundërshtarët politik. I keni parë ju kundërshtarët politik vetëm këtë aspekt, apo dhe keni rrshit ndonjëherë në atë farë miazmën e luftës politike? Për të flasim drejt, periudha e pas luftës, edhe pas zhvillimeve që folëm pak më herët, vrasja e Ukës, po në përgjithësi rivaliteti politik ka qenë shumë i ashpër. Sidomos me PDK-n ka qenë rivalitet, mos themi rivalitet politik, po më shumë edhe me dozë të armiqësisë reciproke. Këtë aspekt unë mendoj që është bën zhvillime shumë pozitive, edhe ka rënë në nivelin e rivaliteti politik të mirë të pjellë. Unë gjithmonë kam qenë njëstar e asaj që të kemi rivalitet politik, po të fundit prap jemi shqiptar, jemi kosovar, jemi njerëz që jemi rritës bashkë dhe do ta kemi një raport të mirë reciprok. Dhe në këtë aspekt besoj që edhe rivaliteti politik do ta konfirmoj këtë që po them, që nuk kam qenë në fare një që kam nxit reagime ose urrejtje ndaj partive politike të tjera ose liderëve politikë. Gjithmonë kam qenë i arsyeshëm në ato deklarimet e mia. Me që përmend Partinë Demokratike të Kosovës, dega në Therand, dhe përmend rivalitetin, cili ka qenë roli i kryetarit Partisë Demokratike, zotit Safet Aslane, Safet Hoxha në atë periudhë? Me Safetin edhe sot kam raporte shumë miqësore, shumë të mira, sepse vërtet ka qenë një lider i PDK-s shumë i arsyeshëm, edhe në këtë aspekt gjithmonë kam qenë Altina mirënjohës për një raport korrekt. Jo, nuk ka qenë atmosferë me Safetin, nuk ka qenë atmosferë armiqësie, por përkundrazi ka qenë një atmosferë bashkëpunimi, sepse të dy me një farë forme kemi pas ndjenjen e përgjegjësisë që ku po e çojmë Tiranën. Unë Safetit i kam qenë mirënjohës gjithmonë, dhe tash jam mirënjohës dhe falenderoj shumë për një bashkëpunim korrekt. Natyrisht gjithmonë duke mbrojtur politikën e partisë vet, unë asaj timës, por unë sekretar gjithmonë kena parasysh që jam kryetari i gjithë qytetarëve të Tiranës. Me që përmendëm partitë politike, deri në një periudhë kohore, përkatësisht deri në vitin 2009, kanë qenë në rivalitet vetëm dy parti politike në komunën tonë, po në base edhe në nivelin e Kosovës. Ka qenë Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës. Ju keni qenë njëkohësisht edhe kryetari degës e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Viti 2009 pati një farë ndryshimi, një farë kthesi. A
Ke ndonjë farë rezume lidhur me atë se pse ndodhi kjo apo si ndodhi kjo? Për shembull, për herë të parë, Lidha Demokratike humb pushtetin. Po, shumë e ka interpretuar që LDK-ja mundi LDK-n që ta forme, por mendoj që një grup i pjesëtarëve të LDK-s, siç ka qenë zoti Blem Kuqi, zoti Balima Rrema, sot kanë qenë LDK dhe kanë qenë kontribues të LDK-s, edhe gjatë luftës edhe pas luftës deri në vitin 2009 kemi qenë së bashku, morën vendim që të kalojnë në AK. Edhe kjo shkaktoi thash një çaje të elektoratit me LDK-s, edhe këtë aspekt humbi LDK-ja, humba unë në vitin 2009 dhe mendoj që ndoshta pas 2 mandateve nuk ka pas asgjë të keqe, sepse vetë natyra e ndrimit të pushteteve zakonisht është pozitive. Zakonisht mund me dhënë një efekt pozitiv. Megjithatë, unë thash punova sa kesh në pozitë dhe në vitin 2013 u ktheva prapë me fitore, prapë ktheva LDK-s në Theron. Unë besoj që ndryshimet që ndodhen nëpër komunë apo në Kosovë, jo domosdoshmërisht do të më qenë të këqija. Mundën me qenë edhe të mira. Po, ju e përmendët faktin që ju kthyti sërish në vitin 2013 dhe edhe për një mandat ju e keni qeverisë komunën e Suarekës. Dhe më pastaj, në vitin 2017, nëse s'gaboj, përsëri e mori pushtetin AK-ja dhe vazhdon ta ketë edhe tash. Ku e shihni sot Lidhjen Demokratike të Kosovës nga këndi në Degan Suarek, po edhe më gjerë nga këndi i vështrimit tuaj personal kështu? Por mendoj që me qenë në LDK-s në Tiranë, edhe në përgjithësi në Kosovë, ata që janë më të devotshëm të LDK-s nuk mund me qenë të kënaqur. Vërtet u bën një periudhë gjatë kur LDK po mbeti në opozitë edhe në nivel qendror dhe në nivel lokal. Mendoj që diçka nuk i kanë bën llogari të mirë, diçka nuk ka të shku si duhet, edhe pse e kanë mbini gjithmonë që elektorati dhe fryma LDK-s në Tiranë është gjithmonë e fuqishme. Po a dim që të ngacmojmë, a dim që të ngrisim atë nivelin e angazhimit, gjithmonë pikpyetje. Këtë aspekt unë mendoj që do duhej me bë ndoshta një qasje tjetër me njerëz me qenë shumë më afërt me ta, me qenë shumë më operativ, në mënyrë që LDK-n prapë të kthehet në Tiranë dhe në Kosovë. Tash gjendja e LDK-s është vërtet kur më keqe. Por kjo nuk do të duhet me shërbyer si një dashpërim, por do duhet si një energji e re e cila do duhet të çon të procesit përpara dhe ta kthente LDK aty ku ka vendin. Na nuk mund të jetojmë gjithmonë me krenarinë të kaluarës. Na do të jetojmë me sukseset e ardhmen që duhemi arrit. Pak një pyetje personale, zoti Hasanaj. Gjatë qeverisjes juaj në komunën e Suarekës keni qenë jo rrallë i kritikuar për neglizhencë, për disa gjëra të cilat ndoshta disa kanë qenë improvizime të kundërshtarëve politik. Nga këndi i sotëm si do të kishe përgjigjur? Ato do duhet me marrë si këtë normale. Opozita do duhet e ka detyrë. Edhe ku ka arsye dhe ku s'ka arsye të sulmoj kryetarin, por gjithmonë humbjet shkaktohen kur dikush nga mbrana nuk është harmoni plot me strukturën dhejtëse të LDK-s. Këto që në humbje zakonisht LDK-n. Dhe në këtë aspekt unë mendoj që asnjë të keqës se ka një i rival politikës dhe ka fituar gjë. Jo, ai ka luftuar për programin e vet, për idenë e vet, kurse thash nganjëherë nga strukturat e LDK-s ka lënë për dëshiruar angazhimi ma mingur në mënyrë që të mbahet LDK në pushtet. Unë thash nuk kam arsye me qenë kur mos me njës, ose me qenë kritikues, por nëse më pyete po jap një përgjigje çfarë po mundem sinqert. Përkundrazi unë kam arsye të jem shumë i lumtur dhe shumë krenar për të gjitha përkrajet që kam marrë nga njerëz në Tiranë, nga LDK-ja me 3 mandate si kryetari i komunës, me një mandat si deputet, mendoj që jam prej njerëzve në Tiranë i cili është problem më shumë ti ndoshta me përkrajen qytetare të Tiranës. Thash edhe njerë, pjesa e fundit e emisionit ka të bëjë edhe pak me disa aspekte relaksuese, po edhe personale, domethënë pa këto konotacionet e kundërshtive deri në armiqësi politike, çfarë i kanë karakterizuar periudhat kohore.
Nga kandi Sadëm, çfarë i raportesh ke me dy bashkëpunëtorët e tu dhe një ish kryetar dhe aktualisht kryetari i Sadëm? Fjalën e kam për zotin Blerim Kuqi dhe zotin Valimar Rejmaj. Kemi raporte vërtet mira. Asgjë të keqe s'kemi njëri me tjetrin, përkundazi me qef rrim, takohemi edhe shkëmbejmë mendime, ide të ndryshme sene, dhe unë mendoj që ka pas periudha kur nda për neve, po ju nda edhe tam duke më njoftuar mua që po ndarën, po shkojmë në një parti tjetër edhe duke dëshiruar sukses. Kështu ka qenë ndarja me zotin Kuqi dhe zotin Marrëmaj. Edhe sot mendoj që e çmoj edhe punën që kanë bërë zoti Kuqi edhe zoti Marrëmaj, sepse ne konsideroj që janë angazhuar ata për të mirën e thëndës. Tash sa janë të kënaqur qytetarët, tash gjithmonë vlerësohet me votën që e morrin ata. Për përshtypjen që zoti Marrëmaj për tretë herë po zgjedhet kryetar, domethënë ka gjetë qelësin që të punoj edhe në njëjtën kohë ta promovoj punën që po bën. Unë mendoj që nuk kam xhelozi ndaj askujt. As ndaj zotit Kuqi, as ndaj zotit Marrëmaj, përkundrazi kam simpati, kam shoqënik, sepse pjesën më të madhe të jetës e kemi pas afërsinë, kurse një pjesë të shkurtë të jetës kemi qenë të ndan politikisht. Po kaloj pak në dimenzionin nacional të gjendjes aktuale politike. Ndonë se të ju jeni larguar pak a shumë nga politika dhe po merreni me profesionin e juaj, megjithatë nuk mund të themi se jeni tërësisht apolitik. Si do ta vlerësoni sot situatën politike në nivelin e Kosovës, me një theks veçantë të Lizë Demokratike të Kosovës? Me që ju jeni vazhdoni të jeni anëtar e Lidhjes Demokratike. Është përkeqësore, domethënë kjo situatë që po mbretëron që një vit më tepër në Kosovë, kur po mund të konsolidojmë ose të përmbyllim gjithë strukturën udhëheqëse të Kosovës, dhe ku dominonte gjithmonë ajo që nuk po arrin të mirën vesh. Kushtetuta ka lënë që s'paku për presidentin do duhet më marrë vesh, sepse s'ka mundësi dikush të votohet të ketë edhe deputet në parlament, një parti e caktuar atëherë. Marrëveshja është paramenduar nga hartuesi kushtetuesët, është paramenduar që kryetari të jetë më gjithëpërfshirës, jo një parti politike, po përfaqësoj një masë të madhe të njerëzve. Këtë aspekt keni pa ju që nuk ka një disponim për një marrëveshje politike dhe kjo është dëshpëruese. Dëshpëruese po them për së pari për partinë e cila ka fituar bindshëm që dy parzgjedhje, e cila nuk ka bërë as përpjekjen minimale të kalojë këtë problem. Pastaj dëshpëruese një pjesë përgjithësisë dhe kanë edhe partitë opozitore të cilët do duhet me qenë shumë më kooperative në interes të Kosovës. Po e lëm vetëvendosjen anash, por në interes të vendit do duhet me gjetë një formulë e cila e zhbllokon situatën. Thash, veç mund me na dhënë kuptu që nuk di më marrë vesh. Njerëz që s'din më marrë vesh janë të rrezikshëm për vendin. Lidhja Demokratike e Kosovës në seancat e fundit sikur pat një farlloj parafrimi, sikur bëri një farlloj përqapje për ta zhblloku situatën. Ishte kjo sinqert sipas vështrimit tanë apo ishte ndonjë taktizim politik? Nuk kam pa tentim bllokimit të situatës nga LDK. Në asnjë mënyrë, sepse unë kam dëgjuar deklaratat e zotit Abdixhiku pas takimeve që ka pas me kryeministin Kurti, ku gjithmonë ka shpjeguar dëshmërinë që të votojnë LDK, të votojë kryetarin. Edhe në këtë aspekt nuk ka pas votë refuzuese as për presidentin Osmani, LDK. Me sa kam informata unë. Por këtu diçka tjetër ka ndodhur ku në vërtet zoti Kurti nuk ka qenë interesuar ta mbështesë zonin Osmani dhe këtë aspekt nuk ka bërë përpjekje as minimale që të zgjedhë zgjedhje qoftë me PDK-n, qoftë me LDK-n për një zgjedhje tjetër. Por propozoi dy partijakë të vet si kandidatuar për kryetar, të cilat dështuan dhe nuk mund të zgjidhen. Tash është situata është në gjykatë kushtetuese, shpresojmë që gjykata të jep një zgjidhje këtij problemi, por nëse s'kanë vullnet me bërë zgjedhje politike, nëse s'kanë vullnet të ulën, dhe të bisedojnë, shtruar dhe me sinqeritet, po ju garantoj që prapë do të vazhdoj kështu. Njëjtë njerëz janë, sot mund me punë situatën deri në eskalim maksimal. Thash, unë jam vërtet skeptik për mënyrën se si janë zgjedhur këto probleme deri më tash, por kisha bërë apel të gjithë që gjejnë një zgjedhje jo duke i mbrojt a priori veç interesat e ngushta personale ose politike të një partie caktuar, por duke i mbrojtur interesat e vendit. Zotja Slana, ju pas një kohë të gjatë të angazhimit politik dhe institucional, sot jeni kthy profesionit juaj.
Ku jeni duke punuar aktualisht? Po unë thash, profesioni është ai që gjithmonë gjinet në momentet kur ndoshta ki nevojë më shumë ti. Unë pas zgjedhjeve të fundit, kur pas vitit 2017, edhe një kohë kam punuar si këshilltar në parlament i grupit parlamentar të LDK-s, pastaj më erdhi shanca të punësohem në QKMF në Tiranë dhe të punoj pikërisht në fshatin tim ku kam filluar punës para 40 viteve. Këtë aspekt mendoj që pak edhe ndoshta kanë pas një konsiderat ndaj meje që më kanë lënë të punoj aty ku kam dëshiruar unë, dhe sot kësa ditë po punoj që një 4-5 vite jam të punu në QMF në Gjinoz, ku kam një punë vërtet të mirë dhe ku e një vetin shumë mirë sepse jam pranë pacientëve, ju ndihmoj aty dhe e ki një lehtësim shpirtëror kur ndëgjosh një falënderim, një fjalë të mirë prej pacientëve që ju kemi ndihmuar në një moment caktuar. Në këndin e relaksus dhe hobit, ju njiheni si dashamiri i sportit, e thatë edhe më herët. Madje edhe një prej atyne veprave, me sa kuptova, ma kapitale për ty ishte edhe palestra që e keni ndërtu pastaj stadioni Ballkanit. Ish kryetari i komunës Dr. Sali Aslanaj. Cili hobi është juaj aktualisht? Valla sportin e kam pas gjithmonë në shpirt, edhe sot kur po bisedojmë këtu, tash ky emision të vetur ndoshta vonë, po unë ma keni humbë ndeshjen në Barcelona, ka pas një ndeshje, jam historia i Barcelonës dhe kam qef me përcjell ato, por ju kujtohet edhe juve kur një kohë gjatë jemi marrë dhe me volejboll, me ekipin e femnave nga Gjinozi, ku kemi qenë kampion të Kosovës 2 herë apo 3 herë, dhe unë jam marrë shumë atë punë dhe konsideroj që gjithmonë rreth sportit ju mundu me gjetë një pas gjeve. Thash, kur s'kishte mend dhe ujit, mjaftu shumë kanalizime e sene, unë u merrsha me ndërtimin e palesë sportive. Kjo ka treguar një farë afiniteti që kam për sportin dhe shpresoj që rinia e kanë qenë mirënjohës dhe kanë pas një objekt mirë, ku kanë mund të mirë zhvillu gorat. Thash, sporti është një aktivitet i cili gjithmonë të relakson, ndërton edhe organizmin ndihet shumë më mirë dhe unë thash kam qenë shumë për sportit. Kohëve të fundit ju kam vrejtë se keni me merak edhe ping-pongun. Me mosh, sa kam pas mundësi, te kam mosha 50 vjeçar, kam luajtur futboll. Me një grup të shokëve luajshin futboll dhe filloi diku më çfarë mosha, nisa me luajt volejboll, një grup shokëve prap. Tash së fundit e kam bërë një tabelë ping-pongu në shtëpi dhe kanë mundë me zonë që ka vullnet me lujt, se unë gjithmonë kam vullnet me lujt, po këta tjerë të familja dhe rrethi pak ma pak. Edhe mundohem me kalu kohën duke lujt. Unë ndjerë gjërësitë maksimalisht kur angazhohem rreth ping-pongut, sepse duket sport i lehtë, prap kërkon një angazhim maksimal. Kjo më ka bërë nështë që jam ende me një formë vital, një mirë për ndihem edhe shpresoj që do të edhe një kohë gjatë do të jetë mirë. Je simpatizant i Ballkanit? Po, Ballkanit edhe i Suarikës, 2 ekipë janë tonat dhe gjithmonë. Ballkani më shumë e kam përcjell edhe kur ishte në Kupat e Konferencë Ligës, kam qenë me përcjell disa herë në Prishtinë, sepse krenohemi me ekipin e Ballkanit. Diçka në këto ditë e fundit ka pas një humbje nga Prishtina dhe sikur e ka humbur pak hapin nga kampionati, por shpresoj që ta rimerr prap veten. Zoti Aslanaj, ishte kënaqësi që u kisha në studion tonë në kuadër të emisionit Fjala dhe Faktet e Hisari Online. Faleminderit shumë dhe juve, suksese në punën që po bëni. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, ishim me Dr. Sali Aslanaj, ish kryetar i komunës së Suarikës për disa mandate. Ju faleminderit që na përsollët.